Sot, mbarkombi shqiptar, shqiptarët në të gjitha trojet e tyre etnike, shqiptarët në diasporë dhe kudo që ndodhen, nderojnë dhe përulen para veprës, kontributit të njerit prej burrave më të shquar të historisë tyre kombëtare, mbretit Zogu i parë, që rikthehet në dheun e tij pas dekadash syrgjyn, ekzil në mërgimi për zgjalli dhe për zvdekuri në dhenat tjera. Shqiptarët, kudo që janë, përulen me nderim të madh para burrit që jetësoi pavarësinë e Shqipërisë. Kthimi i eshtrave të ministrit, kryeministrit, presidentit e të lartmadhnisë së tij, mbretit të shqiptarëve, Zogu i parë, simbolizon drejtësinë hyjnore, paqen politike e pajtimin kombëtar. Me këtë e dëshmojmë urtësinë tonë, duke fituar qetësinë shpirtërore si njerëz dhe si kombë, duke pasur respekt për paraardhësit tanë, për punën e prizve të vendit të vlerësuar në rrethanat e kohës. Gjatë një ceremonie të zhvilluar me 14 nëntor 2012 në kryeqytetin e Francës, Paris, në prani të përfaqësuesve të shtetit francez dhe atyre shqiptar, u zhvarrosën pas 51 vitesh eshtrat e ish mbretit shqiptar Ahmet Zogu. Kjo ceremoni ishte prologu i një ceremonie tjetër madhështore që do të zhvillohej 3 ditë më vonë në kryeqytetin shqiptar Tiranë. Ahmet Zogu nderohet sot nga të gjithë shqiptarët për ndërtimin e shtetit shqiptar, kontributin që ai dha historik në ndërtimin e këtij shteti pas që nga koha e Skënderbeut gjerë në vitet 20. Ahmet Zogu do të nderohet gjithnjë nga shqiptarët për kontributin e tij të jashtëzakonshëm historik që dha në zhvillimin dhe konsolidimin e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar, vokacionit perëndimor të shoqërisë shqiptare. Ahmet Zogu ka lënë pas një diskutim të gjerë dhe të ndryshëm mes palëve. Por ai, që padyshim një prej figurave më kryesore të historisë së shqiptarëve. Ai premtoi të sjellë rendin dhe progresin në një vend që kishte njohur pak ose as pak shtetin dhe ligjin. Këtë synoi dhe nisi të bënte. Ai ishte njeriu që për pak vjet, pas shpalljes së pavarësisë, nisi ta bënte Shqipërinë një shtet me të gjitha atributet e një shoqërie që përqafonte qytetërimin. Kryeministri i vendit dhe mazhoranca e djathtë në pushtet, duke shfrytzuar festimet jubilare për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, organizuan një fushat mediatike dhe aktivitete të shumta për të rivlerësuar veprën e Zogut. Arkivoli me eshtrat e mbretit Zogu mbërriti në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, duke u pritur me madhështi. Flamuri kombëtar, flamuri Skënderbeut u ngrit në Vlorë me 28 nëntor të vitit 1912 nga Ismail Qemali dhe adhetar të tjerë të kombit. Por, ndërhyrje
antishqiptare të fqinjve në bashkëpunim me aventurierë shqiptar penguan për vitet tëra vendosjen e një shteti shqiptar, penguan ndërtimin e një shteti. Do t'ishte qeveria e Sulejman Delvins, në të cilën figurë qendrore ishte dhe mbeti Djaloshi, që në moshën 17 vjeçare kishte rendur drejt Vlorës për të qenë pranë Ismail Qemalit në ngjarjen më të madhe të historisë së kombit. Në vitin 20 do të emrohej ministër i brendshëm. Në një moshë të re, ai së bashku me adhetar të tjerë shqiptar, Manu Militari, do të vendoste integritetin territorial të Shqipërisë. Nëse në varrimin e mbretit Zog, larg Shqipërisë, morën pjesë pak njerëz, adhetar, besnik dhe familjar të tij, emri dhe ajo çka ai bëri për Shqipërinë nuk u harrua. Me 17 nëntor në Pallatin e Brigadave në Tiranë, i njohur dikur si Pallati Mbretëror, u zhvilluan homazhe në nderim të mbretit Zog. Më pas u bë inaugurimi i mazoleumit të familjes mbretërore dhe ceremonia e vendosjes së eshtrave të mbretit Zog në këtë mauzoleum, e shoqëruar me të shtëna topi. Kjo ceremoni madhështore vendosi më në fund në një vend të vetëm me eshtrat e të gjithë familjes mbretërore shqiptare. Kontributi, vepra madhore në historinë tonë kombëtare e Ahmet Zogut duhet t'i bashkoj shqiptarët, duhet t'i bashkoj të gjithë shqiptarët e të gjitha bindjeve, sepse pavarësisht nga indoktrinimet të vërtetat historike, është më mirë t'i mësosh dhe më mirë vonë se sa kur. Në një që ka frikë nga eshtrat e monarkut, i them se ke mbetur në lëkurën e enverit. Prandaj dhe le t'i lëm këto diskutime historianëve, le të bëjnë ata vlerësimet më të mira, se atyre u takon e drejta për të vlerësuar gjithçka, ne le të vlerësojmë kontributin dhe vlerat e jashtëzakonshme që ky shtetar, ky burr shteti dha për këtë vend dhe për këtë kombë. Shqipëria, në udhëheqjen e lartmadhnisë së tij, mbretit të shqiptarëve, Zogu të parë, nga një vend i varfër dhe i pazhvilluar, fisnor dhe i përçar, me kontradikta të shumta, u bë një vend modern i kohës, i unifikuar, me shtrire të pushtetit dhe administratës në secilin cep të saj, me liri qytetare, me tolerancë fetare që ishte shembull për vendet e tjera. Nga dita e largimit prej Shqipërisë të Ahmet Zogut dhe familjes mbretërore, në fillim të prillit 1939 e deri me 17 nëntor 2012, kur eshtrat e tij u prehën në AD, ka patur disa tentativa serioze për të rikthyer dhe një herë monarkinë shqiptare. Familja mbretërore shqiptare u kthye në AD në vitin 2002 pas një ekzili të gjatë 63 vjeçar në Greqi, Turqi, Angli, Egjipt, Francë, Spanjë dhe Afrikë të Jugut. Mbreti Zog, si kundër
Shumica e monarkëve të Europës, pas pushtimit, u larguan nga Shqipëria, por u larguan për të vazhduar betejën në të gjitha frontet, në krahun e koalicionit antifashist botëror. Natyrisht, qëndrimi ndaj tij, në historinë tonë kombëtare, ne shqiptarët nuk kemi figura eterike, nuk kemi patur, nuk kemi dhe nuk do të kemi të pagabueshëm. Por kjo nuk është vetëm specifike jona. Ata që studiojnë historikun e kombeve më të zhvilluara, gjejnë aty të njëjtën gjë. Gjejnë njerëz që kanë bërë gabime, gjejnë njerëz me kontribute të mëdha. Pra në këtë kontekst, në qoftë se do të bënim një vlerësim në raport me rrethanat në të cilat mbretëroi, përpjekjet e tij nuk mund të konsiderohen ndryshe veçse mbinjërzore për lirinë, dinjitetin dhe zhvillimin e shqiptarëve. I pari dhe i vetmi mbret i Shqipërisë shtet është Ahmet Zogu, eshtrat e cilit po rivarosim sot. Për një periudhë kohe, nga 1 shtatori 1928-s deri në 9 prill të 1939-s, Shqipëria pati një mbret që ishte një mbret real, mbret i Shqipërisë dhe i shqiptarëve të poshtë dal nga mesjeta. Mbret i një Shqipërie dhe shqiptarësh të cilët aspironin, por nuk kishin vetdije politike, shoqërore, qytetare, rend dhe praktikisht asnjë infrastrukturë. Mbreti ynë shtetin e bëri vetë. Tentativa e fundit për rikthimin e monarkisë u bë nga Leka Zogu, i cili konsiderohej si trashëgimtar i lishëm i kurorës mbretërore të shqiptarëve. Ai u dëbua kur ishte ende 2 ditësh nga pushtimi italian i Shqipërisë në 7 prill 1939. Më pas në listën e personave që u ndalohej hyrja në Shqipëri nga ana e pushtetit komunist, Leka ishte personi numër 2, pas të atit mbreti Zog i parë, ndërkohë që nga korriku i vitit 1997 mbi të rëndonte dhe akuza e organizimit të kryengritjes armatosur të mbështetësve të monarkisë ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas shpalljes së rezultatit të referendumit për formën e regjimit në vend. Mbreti në periudhën e mbretërisë së tij bëri përpjekjet më të jashtëzakonshme për zhvillimin e infrastrukturës së një vendi që vinte sikur duke nga gjysma e erë të hënës. Bëri përpjekjet jashtëzakonshme për zhvillimin e arsimit, të kulturës, të bujqësisë, të afarizmit, të biznesit dhe konturoj diplomacinë shqiptare si një diplomaci aktive. Shqiptarët, brez pas brezi, do të ndjehen krenar me mbretin e parë Zog. I dha shtetit shqiptar kodin civil dhe penal që mungonin. Krijoi një administratë të efektshme, një gjyqësor të besueshëm. Vendosim mbretërimin e ligjit. Luftoi fanatizmin. Krijoi kushte për lirinë e shtypit. Forcoi monedhën kombëtare në një shkallë që nuk është njohur më pas tij. Shkurt, shtroi premisat për një shtet modern. Nëse në celebrimin e Ahmet Zogut si mbret, rreth orës 17 të një dite të shtunë në 1928, kishte pak gazetar të huaj që ndiqnin ceremoninë e betimit të mbretit mbi Kur'an dhe mbi Bibël. Lajmi i krijimit të monarkisë shqiptare nuk kaloi pa u vënë re. Është koincidencë e mrekullueshme që ai kthehet sot në dheun e tij
në ditën e çlirimit të Tiranës. Tirana kryeqytet është vepër e këtij burri i cili nga Lushnja gjerë në Tiranë e çau me gryk të pushkës dhe vendosi bëri që qeveria e Lushnjës e dal nga Kongresi i Lushnjës të përzgjedh kryeqytet Tiranën, kryeqytet të kombit. Vetëm pak javë para se Lega Zogu të kthehej në Shqipëri përfundimisht, drejtësia shqiptare dhe me ndërhyrjen e politikës e hodhi poshtë akuzën e organizimit të kryengritjes armatosur nga ana e tij dhe më së fundi pasardhësi Ahmet Zogut së bashku me familjen e tij nuk është më person në kërkim nga policia. Përkrahësit e Lekës e cilësuan procesin si një gjyq politik. Gjatë procesit që u zhvillua në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, u paraqitën rreth 52 dëshmitar të cilët nuk provuan akuzën e ngritur nga prokuroria ndaj trashëgimtarit Lega Zogu. Mbajtja e referendumit në vitin e trazuar 1997 ishte një lojë në të cilën Lega u fut pa dashjen e tij dhe duke mos njohur realitetin shqiptar, u bë pjesë e lojrave politike të cilat ai nuk i kuptonte. Në Shqipëri monarkia dhe monarkistët janë identifikuar me të djathtën, ku për hir të së vërtetës, forca e vërtet politike që përfaqëson të djathtën në Shqipëri, Partia Demokratike, e ka shfrytzuar familjen mbretërore sipas interesave politike të momentit. Lega bëri disa deklarata pasi u largua nga Shqipëria, ku sqaroi pozicionin e tij, ndonse për fat të keq, ky pozicion u kompromitua nga rrjedha e ngjarjeve të korrikut 1997. Në momentin e mbërritjes së pretendentit për fronin mbretëror në Rinas, deklarata e tij e parë ishte: "Vi për të jetuar përgjithmonë në Shqipëri, bashkë me të gjithë shqiptarët. Vi me moton paqe, bashkim dhe vllazërim." Kanë qenë të her pas hershme tentativat për restaurimin e mbretërisë shqiptare. Me 1941, mbreti të shfrytzuar Ahmet Zogu, i cili ndodhej në ekzil, ju dërgua një kërkesë nga Foreign Office që ai të kthehej në Shqipëri për të organizuar lëvizjen antifashiste gjatë kohës që Italia po sulmonte Greqinë nëpërmjet territorit shqiptar. Sipas pretendimeve të familjes mbretërore, Ahmet Zogu e pranoi këtë ofertë, por me kusht që pas lufte Britania e Madhe dhe Greqia të njihnin pa kushte kufitë e Shqipërisë. Por kjo tentativë e parë për rikthimin e Zogut në Shqipëri dështoi, sepse Greqia refuzoi të njihte kufitë e Shqipërisë. Në 1992, pas marrjes së pushtetit nga opozita e djathtë në vend, kthimi i familjes mbretërore u lejua dhe me 26 qershor të vitit 1993, u bori mbretëror i parapriu zbarkimit të Legës në Rinas me 19 nëntor, të pati viti në aeroportin e Rinasit. Kjo ishte tentativa e dytë e dështuar për instalimin e dinastisë mbretërore shqiptare. Lega Zogu u largua pa mbushur mirë 24 orë qëndrimin në Shqipëri me këmbguljen e autoriteteve shqiptare dhe të ish presidentit Berisha, të cilët e pan Lekën si një rival politik që do t'u hapte probleme. Për këtë shkak u gjet si pretekst faktis që Lega Zogu nuk kishte pasaportën konform legjislacionit shqiptar të asaj kohe, por mbante me vete pasaportën e mbretërisë shqiptare që tashmë nuk ekzistonte. Tentativa e tretë dhe e fundit për ta riinstaluar monarkinë shqiptare u shemb në verën e nxehtë të vitit 1997. Në këtë vit Lega Zogu u lejua të hyjë në Shqipëri, por vetëm pas disa muajsh u largua si person me precedent penal që kishte probleme me drejtsinë shqiptare. Turma të mëdha qytetarësh të zhgënjur nga politika e pritën Lega Zogu në rrugët e qyteteve nga jugu në veri, duke shpresuar për një stabilizim të vendit. Kushtet që familja mbretërore të rikthehej përfundimisht në Shqipëri u krijuan çuditërisht në kohën kur në pushtet ishin socialistët, pikërisht ata që shiheshin si armiqt politik të monarkisë. Akuzat në ngarkim të Lekës për ngjarjen e korrikut zgjaten për më shumë se 4 vite, derisa më në fund u vendos që procesi të arshivohej dhe ish familjes mbretërore t'i lejohej kthimi përfundimtar në AD. Një grup deputetësh të djallë dhe të majtë
përgatitën me shpejtësi në parlament një kërkesë për rikthimin e familjes mbretërore. Paralelisht me këto veprime, bulevardi qendror të Tiranës, nga sheshi Skënderbej deri te stacioni i trenit, ju rikthye emri Zogu i parë. Në këtë mënyrë, Leka Zogu bë kështu monarku i fundit i Ballkanit që kthehej nga ekzili në ADD. Kështu në verën e vitit 2002, pas 63 vitesh ekzili, familja mbretërore u rikthye në ADD. Rusia! Areu i parë! Pas komunizmi! Autoritetet policore në rikthimin e ngjarjeve të vitit 1997 janë përqendruar tek njëra ndër më të rëndësishme, Trekorriku. Atë ditë trashëgimtari i frontit mbretëror Leka Zogu i parë doli për të protestuar kundër manipulimit, sikur se pretendonte ai dhe mbështetësit e tij, të votës së referendumit për formën e regjimit. Mbretëria apo republik, përfshirë në të njëjtin proces zgjedhor të 29 qershorit të atij viti. Leka Zogu i parë fitoi rreth 36% mbështetje në shkallë vendi, të paktën duke u referuar rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas mbështetësve të mbretërisë, referendumi shkoi ndoshta mbi 65% në favor të monarkisë, rezultat që do të ndryshonte formën e regjimit dhe do të zhbënte republikën. Por një nga gabimet e monarkistëve në ato kohë u cilësua fakti që nuk mbulën për të patur komisioner në qendrat e votimit për të mbrojtur votat për monarkinë. Në protestën e mbajtur në mes të Tiranës, Leka Zogu i parë shoqërohej nga zyrtar të lartë të oborrit mbretëror, përfshi ministrin e oborrit Abedin Mulosmani dhe drejtues të lëvizjes së legalitetit. Gjatë protestës para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mes ditën e Trekorrikut, një person mbeti i vrarë për shkak të shkëmbimit të zjarrit. Leka Zogu guxoi të ishte i pari politikan, jo nga opozita asaj kohe, që të mbante miting në Vlorë për zgjedhjet e 29 qershorit. Ai pas referendumit për formën e regjimit, vlerësoi se rezultatet ishin të falsifikuara dhe 4 ditë më pas mbajti protestën në sheshin Skënderbej, ndërkohë që një pjesë e mbështetësve të tij kishin armë zjarri, përfshi dhe vetë pretendenti. Pasi mori rezultatin përfundimtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në të cilin deklarohej se referendumi për formën e qeverisjes së vendit kishte rrëzuar kërkesën e monarkistëve, Leka Zogu dhe mbështetësit e tij vendosën të protestojnë në sheshin qendror të kryeqytetit. Të pakënaqur me rezultatin dhe të bindur se votimi ishte falsifikuar për shkak të mungesës së komisionerëve monarkist në qendrat e votimit, përkrahasit e mbretërisë u mblodhën për të denoncuar atë që kishte ndodhur. Por mes qindra e mira njerëzve të grumbulluar mes ditën e Trekorrikut 1997, ishin dhe shumë element me precedent penal, të cilët ishin të njohur si mbështetës të Partisë Demokratike. Madje një pjesë e tyre u rishfaqën sërish me armë në dorë dhe gjatë razirave të 14 shtatorit një vit më vonë. Në kohën kur ndodhi ngjarja, mbështetësit e monarkisë deklaruan se protesta ishte spontane dhe e lishme, se nuk ishte patur njerëz të armatosur mes mbështetësve të Leka Zogu, dhe se ata nuk e kishin organizuar sulmin me armë ndaj godinës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve te Pallati i Kongreseve. Madje pretenduan se ishte policia dhe e majta e sapo ardhur në pushtet që inskenoi ngjarjen për të penalizuar monarkistët dhe për të larguar nga vendi Leka Zogun. Në fakt e djatha e drejtuar nga ish-presidenti Berisha i sapo rrëzuar nga pushteti me një rezultat të thellë, nuk ishte asnjë motiv të shkaktonte trazira të tjera për shkak të ngjarjeve që ndodhën pas rrëzimit të firmave piramidale. Në këto kushte, i vetmi që mund të kishte moralisht të drejtë për të protestuar ndaj rezultatit të zgjedhjeve të 29 qershorit ishte Leka Zogu dhe mbështetësit e monarkisë. Tashmë Leka Zogu nuk përbënte me një kërcënim real për Berishën dhe të djathtën, si në vitin 1993, pasi ata sapo e kishin humbur pushtetin. I përkrahur dhe nga militantët dhe aktivistët e Partisë Demokratike të sapo rrëzuar nga pushteti, Leka Zogu doli në sheshin Skënderbej i veshur me uniformë ushtarake dhe me armë në brez, si kauboj, për të treguar forcën e monarkisë. Mënyra se si u zhvillua ngjarja,
Mungesa e një hetimi dhe gjykimi korrekt nga drejtësia shqiptare duket sikur i dhanë të drejtë monarkistëve të Lega Zogut. Pamjet që emisioni Gjungël ka siguruar janë shkëputur nga filmimet e një grupi gjirimi të huaj, që ishte i vetmi i lejuar nga Lega Zogut të mbulonte fushatën për referendumin, zgjedhjet e 29 qershorit dhe zhvillimet pas tyre. Këto pamje tregojnë qartë se ajo që ndodhi mes ditën e 3 korrikut 1997 para pallatit të kongreseve dëshmojnë qartësisht se sulmi armatosur ndaj selisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ishte spontan, por i organizuar. Nga filmimet paraqitet e vërteta e pamohueshme se Lega Zogu pasi ka marrë vesh rezultatin zyrtar të humbjes së monarkisë gjatë referendumit të 29 qershorit, ka vendosur të tregojë fort. Ai ka dalë nga një vilë dykaçe, ku ishte vendosur në periferi të Tiranës, i shoqëruar prej një grupi mjetesh dhe disa dhjetra persona të armatosur me armë automatike, mitralos të lehtë, madje dhe armë kundra tank. Lega Zogu, ndryshe nga imazhi i një njeriu paqësor, të matur dhe largpamës, i paraqitur nga media dhe nga turbimet e zhvilluara gjatë fushatës për referendumin, tregohet në pamjet filmike si drejtuesi i një njësie operative luftarake. Pretendenti përfronin del nga rezidenca e tij me uniformë ushtarake me pistolet në brez, dhe ndërsa hipën në gjipin që e shoqëroi gjatë gjithë fushatës për referendumin, pajiset me një automatik Kalashnikov prej njërit nga shoqëruesit më të besuar të tij. Ndërsa njerëzit që e shoqërojnë tregojnë qartësisht se dalin nga rezidenca provizore e Lega Zogut me armë automatike dhe kundratank. Autokolona e mjeteve me persona të armatosur i është drejtuar më pas sheshit Skënderbej, ku e priste një turm prej disa mijëra njerëzish, pjesa dërmuese e tyre përkrahës të monarkisë dhe të Partisë Demokratike të sapo rrëzuar nga pushteti. Pasi drejtohet turmës në sheshin Skënderbej, Lega Zogu vihet në krye të mbështetësve të tij. Kalon gjithë bulevardin dëshmorët e kombit, i armatosur derisa mbarrin para KQZ-s. Policia e Tiranës e sapo riorganizuar pas shturjes totale nga ngjarjet e marsit 1997, nuk është në gjendje ta kontrollojë turmën e irrituar dhe ta pengojë për të mos ju afruar godinës së KQZ-s. Por kur mbështetësit e monarkisë me në krye Lega Zogun tentojnë të hyjnë me forcë në dyert e KQZ-s, policia nuk ka rrugë tjetër veçse të rezistojë me forcë. Hapjes së zjarrit në ajër nga policia, grupi personave të armatosur që shoqëronte Zogun i përgjigjet flak për flak duke qelluar drejt për drejt.
si rezultati i këtij shkëmbimi zjarri të pakontrolluar, pati një të vdekur dhe shumë të plagosur. Pamjet filmike të fiksuara nga kamera e Sajmir Kumbaros, i cili ka rrezikuar seriozisht jetën e vet, dëshmojnë qartë se çfarë ndodhi dhe çfarë situate terrori u krijua gjatë këtij momenti tragjik. Fillimisht u mendua se institucioni ku do të mbahej protesta ishte presidenca e drejtuar ende nga presidenti Sali Berisha. Dyshime pati edhe për faktin se turma u drejtua qëllimisht drejt godinës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga ish truprojat e presidentit në detyrë Berisha. Njëri prej protestuesve i parë matosur mbeti i vrarë, ku shkëmbehej zjarr mes forcave të rendit dhe grupi të armatosur që qëllonte nga tribuna e stadiumit kombëtar Qemal Stafi. Merre, dilti.